Ta shpjegojnë lëndrimi pastaj. Po jo duhet... Kemi thënë që ajo nuk qënë pesh ma, sepse nuk është ma ide kreative e banorëve. Po qa lidhje ka është thyrje rregulli, edhe pse s'është kreative, është e zakonshme. Vllai i madhe ka marrë këtë vendim. E po vllai i madh duhet na tregoj atëherë se ku janë rregullat. Ai është vllai I ka treguar, po s'ke dëgju. Jo, cilat rregullat janë nominimit kok-kok me zbatu tjetër ide kreative të paktën, se unë dua të dal kok-kok me atë. Keni kohë, po me Tani ishte momenti. Do të vazhdojmë me nominimet e para. E ftojmë Dolce në dhomë të rrëfimeve. E para. Duhet e t'ja vash të e kam. Erda! Përshëndetje, Dolce. Mirë mbrëma. Po duke shumë bukur. O, shumë faleminderit. E ke menduar dy emra, dy arsye? Po. Kush janë ata? Nailiri dhe Klodi. Nailiri dhe Klodi. Dhe arsyeja? Se kam lidhur më pak, kemi ndojtë edhe më shumë më pak bashkë. Edhe nuk më kanë dhenë mundësi, do me thënë. E kuptoj kur dikush do të të afroj afër vetes, ose do të të mbaj distancë. Ndoshta s'ju ka jep vetë mundësi, sepse je përqendruar diku tjetër? Jo. Gjithsesi quhet, faleminderit. Ta quhet. Grazie. Mund të kthehesh. Ciao. Arrivederci Roma. Londrimi, vjen londrimi në dhomën e rrëfimit. Do. Që kemi... Përshëndetje Londrim. Përshëndetje, Unida, si je? Mirë, faleminderit. Jemi gati për